Përmbytja hyri në fshat. Njerëzit bërtisnin dhe vraponin për të shpëtuar. Në mes të kaosit, një burr u kujtua për priftin. Ai u kthye dhe vrapoi drejt kishës. "Gjergj, uji po ngrihet shpejt. Duhet të ikim tani para se të mbytet çdo gjë." Por prifti qëndroi qetë. "Unë kam besim te Zoti. Zoti do të më shpëtoj." Burri hezitoi për një çast dhe vrapoi për ta shpëtuar jetën e tij. Shumë shpejt uji hyri në kishë, arriti deri në belën e priftit. Ai u ngjit mbi tavolinë. Pak më vonë erdhi një burr me një varg. "Gjergj, fshatarët më thanë që ishe ende këtu. Eja shpejt, ngjitu." Por prifti tuni kokën. "Unë i besoj Zotit. Ai do të vijë dhe do të më shpëtoj." Varka u largua. Uji vazhdoi të ngrihej. Së shpejti do prekte tavanin. Prifti u ngjit mbi çati duke u lutur dhe duke pritur ende. Pastaj pa pritmas një helikopter u shfaq në qiell. Punojësit e shpëtimit lëshuan një shkallë litar. "Gjergj, kape shkallën, do të çojmë ne në një vend sigurt." Por edhe një herë ai refuzoi. Helikopteri u largua ngadalë. Minuta më vonë, kisha pothuajse u zhduk në ujë. Prifti po luftonte për të mbajtur kokën mbi ujë dhe në dëshpërim e sipër thirrri: "O Zot, të kam adhuruar gjithë jetën time, të besova, pse nuk erdhe të më shpëtoje?" Atëherë një zë ju përgjigj: "Gjergj, unë u përpoqa të të shpëtoja 3 herë. Erdha përmes atij burri që të paralajmëroi, erdha me varkën dhe erdha me helikopterin. Çdo herë ti refuzove ndihmën time. Më thuaj, si tjetër duhet vija?" Ndonjëherë, ndihma me të cilën lutemi nuk vjen si një mrekulli, ajo vjen si një mundësi, dhe nëse e injorojmë, mund të humbasim pikërisht përgjigjen që po prisnim. Po ti, a arrin ti lexosh shenjat që Perëndia të dërgon? Më shkruaj më poshtë, Zoti të bekoft.